Bismillahirrahmanirrahim. Kjo lutje do t'ua ndryshon jetën tuaj. Lutja e cila e tha vet Ibrahimi a.s. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Edhe pse të gjithë ishin bërë kundër tij dhe diktatori Nemrud kishte ndezur një zjarr të madh dhe Allahu tha ja naru kuni bardun wa salamun ala Ibrahim, o zjarr bëhu i ftoftë dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Edhe pse gjitha këto vështirësi Allahu e shpëtoi pra Ibrahimin a.s. sepse ai tha Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Prandaj thuani sa më shpesh këtë lutje dhe jeta juaj do të ndryshojë për mirë dhe ju do të kaloni çdo vështirësi të jetës tuaj. Selam aleikum.